private, basa ti private, ti basa i ndjeve keq, që ke folë mbas krave të mi, unë erdha të përqafova, unë erdha të fola te dushi dhe erdha të puta dhe te koka të nesër me dhe nuk më fole, se ti ke dash të hapësh debat me mua. Se po gënjen, moj. Jo, se kam djerë më shpirë. Se po ke hapur sytë ke parë në mëngjeset kam thënë, apo vjen, apo zgjohesh, dhe nuk më ke folë fare. Se këtë tendencë ke pasur, ke dash të arrish në këtë debatin që po bën tani me mua. Nuk është debat, më. Po nuk gënjej do të se jam me kamera, ke 2 kamera si për kokë, si po gënjejme. Do t'i nxjerrin me pastaj do dalin kush po gënjen unë apo ti. Të kam marrë dhe të dushin mbas prajmit. Të kam marrë, të kam hap derën, të kam thënë Rosaku po lahesh. Të kam thënë Rosaku po lahesh, ti mua më nxjerr ke. Rosaku po lahesh. Kur kam të kam thënë asgjë më vetëm ke hapa. Të kam hap derën e dushit, kam thënë opa po Rosak, një nga të dyja për valizhin që kemi bërë batuta bashkë. Unë nuk reagova fare dhe ti ike, po gënjen. Me të lënë me kuptuar që nuk jam e mërzitur me ty për një video që del aty apo se i mban krahun Rozanës. Mbajta krahun Rozanës, unë atë ta kam thënë ty. Atë ma ke thënë ashtu siç më ke thënë. Ti nuk duhet të vish si me sul, me sul duhet vish për atë njeriu. Ashtu siç më ke thënë edhe që jam shumë krenare për qëndrimin që i mban atij djali dhe në klip del dhe thua duhet sulmoj atë. Jo Rozanë, unë me Rozanën kam diskutimet e mia që s'kan lidhje me atë djalen. Dhe ti e di sa biseda kemi bërë bashkë. Danja, do arsye të zihesh me mua, të duhet një konflikt në këtë shtëpi me mua, bëje. Po për mua është shëmtuar kjo gjëja, se unë kam vlerësuar me vërtet. Të kam vlerësuar me vërtet. Ashtu siç e kam vlerësuar sinqerisht. Dhe ti po gënjen shumë. Për cilën po gënjen? Dhe i bie që ti pas ke qenë mërzitur për atë djalin dhe nuk më dole për mërzitur të pyeta. Nëse duhet të nuk hedh poshtë 10 të mira që më ke bërë, apo që të kam bërë, kam kalu kohë të sinqert me ty këto. Po e ke fjalit e mia identike. O Danja, kam kaluar kohë të sinqert